Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, mirëmbrëma ju shqiptar, mirëmbrëma ju autokton. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në natën poetike Autoktonus 2015. Mirëmbrëma dhe gëzuar, sa bukur kolegë, Autoktonus. Sa fjalë fillojnë me auto, automobil, autocensur, autokritik, autobuzi babit, autobuzi babit, shoferi dora ki, që të eci me se... Sa bukur, qëfar nga kujtove. Sa jemi rritur, koleg, sa jemi rritur. Megjithatë, për çfarë do të flasim sonte në natën poetike? Për gjëra të bukura, të lumtura, dhe që janë realizuar, sigurisht, koleg. Por veç të dish diçka, që 2015 do të jetë viti i shqiptarëve. Këtë drejt kur thua, koleg, sepse u premtua që do hapen 300.000 vende pune. U hapën 385.722 vende pune, koleg. Vërtet. Po ka ngelur 85.000 vende pune bosh. Nuk shko njëri të punoj. Aq shumë ka. Po nuk është problem, i ke parë njerëzit, i ke parë... Cila qeveri e bëri që edhe bujku që lëron tokën me parmend është i regjistruar në QKR sot? Ashtu, koleg. Po si, ku njerëzit i ke parë si vrapojnë, sa të dritat, sa të uj, dolën hipotekat, patenta, në burg, dritat! I ke parë. Bukur. Lëvizin njerëzit. Po lëvizin. Gumëzhin qyteti, se arruam njëri tjetri, nuk po i shkoni më njëri tjetri. Kurse tani nuk ndodhin gjë, po që të paktën lëvizin nëpër qytet. Ta vem takojemi në burg, thon për shembull. Shihoj në burg. Ashtu është. Është një fasadë bukur, nuk ndodh gjë, po është bukur, koleg. Janë të lumtur Po njerëz. çfarë flet, mor, ka marr qyteti formë, valla. E ti si vi unë në punë? Si vjen? Unë vi me tram. Me çfarë, mor? Me tram o tram. Tramin që ndërtoi bashkia. E ndërtoi, ha? Si, bile, aq shumë më pëlqen sa kur vjen stacioni im, nuk dua të zbres, dua të bëj xhiro me tram. Po të kënaqet shpirti, ka dhe lezet kur thon, erdhi trami. Hypa në tram. Do iki me tram. U prish trami. U të thaft goja. Të thaft goja se me zi e bëm. Po hekura janë prishën, koleg. Po qekura, ky tram ka garanci 14 vjet. Se është tram kinez. Se, edhe kur vonohesh në shtëpi, edhe gruaja nuk të qorton, se i thua isha në tram, thot, po isha në tram në rregull. Bukur. Shumë më pëlqen. Madje edhe për mjekësinë, shëndetësia falas. Po falas. Po shkova një ditë, u vizitova, edhe kur mbarova vizitën e ditës bëra, më saktë ditës bëri mjeku doktor. Çfarë bëri? Më dha 200 euro, ti kesh për lek xhepi, tha. Vërtet? Po mua bita, po dhe mua bita. Po ku e që të këtë doktor, mos e a imi herën e fundit 50 euro më dha. Mua më dha 200. 200? 200. E ti çfarë më ndodhi para 2 muajsh? Shkova në spital për të parë një njeriu tim që ishte shtruar. Në korridoret e spitalit takoj një doktor. Dhe më thot mua, përse ke ardhur? Thash është shtruar një njeriu im. Më tha mua, e di çka? Është shëndetësia falas dhe bëjmë operacione falas. Do vish te heqësh apandesitin? E hoqë, koleg? E hoqa. Ishte falas, si mos ta hiqe. Na mbyti lumturia. Ashtu. Na mbyti lumturia. Prandaj dhe këtë natë sotëm do ta quajmë Lumturia 2015 shqiptare. Dhe s'ka se si mos t'ja kushtoj qytetit tim këtë poezi. Kjo poezi titullohet Qyteti im. Maestro, të lutem. Qyteti im. Rrugët shkëlqejnë nga pastërtia. Semaforët syrin shkelin gjithë për zëmërsi. Ajri pastër jetën ta zgjat. Trami fluturon si era kino studio kombinat. Qytet europian, si që ka hije, është Tirana o me libër shtëpie. Bukur, koleg. Erza unë do t'interpretoj një poezi e cila është shkruar nga një emigrant për vendin e tij, Shqipërinë. Emigrant nga Zvicra? Nuk e di, emigrant, kaq thot. Të lutem, maestro. O sa mirë me qenë shqiptar, o hej!
O, sa bukur jetohet në Shqipëri. Aty gjithkohën ha, pi, ri, oho, për qef. Kaq, nuk e di pse pas kam Shqipëri, Shqipëri. Vazhdojmë pra këtë natë, këtë mbrëmje të famshme, këtë mbrëmje autoktonus, këtë mbrëmje gala. Kjo poezi titullohet Dashuri në tram. E di si përkthehet në frëngjisht? Cherchez la femme de tram. Jo më kot përmenda frëngjishten, sepse dua të krahasoj tramin në Paris me këtë tramin që kemi këtu. Bravo. Vazhdojmë pra pak muzikë, ju lutem. Tekse u udhëtoja një ditë me tram, ditën e kisha shumë rëmuj. Tek Vasilshan të hip e ti, në dorë mbaje një shishe uj. Kishe pir pak nga shishja, mesa më kujtohet. Kur plaku që kisha në krah, nisi të qohet. Çfarë stacioni është ky mor bir, se nuk e shoh mirë. Atë qast, fluturim thi u lëshova unë, të dy gjagjit vendin, jazum. Dashuri në tram. Vazhdoj me një poezi që titullohet Lumturi 2015. Maestro, më bë një muzikë seksi. Edhe pak më seksi. Jo, kaj seksi, ulet që këtë. Mirë se vjen 2015. Me ty lumturi do ketë. Politika do vendosë për popullin e vetë. Dy fishim të rrogave do ketë. Do jetojnë të lumtur, si mbret. Pensionisti do marrë sa një deputet. 2015. Hajde, mos ki frikë. Të gjitha këto që thash do ndodhin në Amerikë. Kjo ishte nata poetike. Faleminderit dhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar, koleg, gëzuar. Koleg, gëzuar. Më ke emocionuar, gëzuar. Faleminderit shumë, koleg. Gëzuar.